Të nderuar të pranishëm, Milita, mirë se keni ardhur, të nderuar kryetar, të nderuar familjar, të nderuar kontribuesant të lirisë, ushtar, veteran dhe martir, nderuari lajmëtar i Kosovës së Lirë, profesor Plana. Me thënë të drejtën, duke ardhur në këtë bind i pyeta dy miq të më ndihmojnë e çmoj përvojën e tyre edhe edukative dhe personale dhe kërkoja ta gjej një metodë të maj emocionet në kontrol, sepse përkundër asaj që flet para mediave, këtu ka emocion, ka ndjenja dhe nuk është e lehtë që të dilet përpara. Është vërtet që sot është një përvjetor që ngjall dhe kujton dhimbjet, është një përvjetor që i zgjon emocionet, por nuk u përgatit ato fjalim, po do të tentoj atë çka ndjej të ndaj me ju. Më kujtohet një udhëtim në Japoni, kisha një takim me kryeministin japonez dhe më bëri përshtypje përgjigjja tina në pyetjen time pse japonezët jetojnë gjatë. U përgjigj në një buzëqeshje vërtet aziatike, specifike, po shpirtërore, që gjërat që nuk muna me ndryshu i pranojmë qyshjon, po i ndryshojmë atë çka mund e ndryshojmë dhe ecim përpara. Është vërtet që sot ne me krenari i kujtojmë martirët, dëshmorët, ata që kontribuan për lirinë e Kosovës, por pyetja që duhet të adresohet sot, për hir të aktualitetit të krijuar në Kosovë, vallë a vetëm shqiptari i vrarë, i masakruar dhe i vdekur është i mirë? Çka bëjmë që duke i kujtuar dhe respektuar të vrarit, të bëjmë për gjallë dhe të krijojmë një perspektivë më të mirë drejt ardhmërisë? Kjo përçarje, kjo që po i ndodh Kosovës, është ushqimi më i madh që po i servohet armiqve të Kosovës dhe të popullit shqiptar ndër shekuj. Nëse viktimat, martirët dhe këto kujtime apo ditë përkujtimore nuk na bashkojnë, lind pyetja çka duhet të ndodhë me popullin shqiptar që kemi unik. Çfarë ndjenje kemi pas ne sot si familje Gërgjaliu kur kemi prit 3 grupe, 3 delegacione, 3 grupe shqiptare për të bërë homazhe tek varrezat dhe tek përmendorja e të vrarëve. Nuk ka qenë sakrifica dhe ajo në shtrejta e këtyre që kanë vdek kjo Kosovë që kemi sot. Të politizohen martirët, të ndëshkohen miqët, të harrohen aleatët, të varrosen partnerët, nuk është në traditën dhe nuk është në embrionin e quajtur shqiptar.